السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Allah e stëndërshëm, ne do të vazhdojmë historia përsëritet. Ne cekëm javën e kaluar se si arriti Sejfuddin Kutuzi të marrë pushtetin e Egjiptit, si ti largon konfliktet në mesin e muslimanëve, komandantave, shoqërisë, si arriti ta forcoje çështjen e ekonomisë dhe cilët ishin ata njerëzit të cilët me to arriti që ta kuptojnë që qëllimi Sejfuddin Kutuzit nuk është qëllimi i pozitës dhe karrierës dhe pushtetit, po qëllimi i tij si ti ndal hugjumin e tatarëve që mos të hinë në Egjipt. Se vetëm Egjipti ka mbet. Dhe e cekëm pse Egjipti? Lezar duke biseduar, duke këshilluar me njerëzit e mençur Sejfuddin Kutuzi, vetëm se arrin 4 prej delegacionit të tatarëve. Prej Holakos, me një letër të Sejfuddin Kutuzi dhe automatikisht letrën që ja dërzojnë tregon që Sejfuddin Kutuzit Holako po i shpall luftë drejt për drejti. Ai duke bisedu këto vetëm se luftën dhe i tregojnë, do thot i kërcnohen që letra që ka poseduar kërcnim, hidhrim, terrorizëm, çdo send. Do thot çdo send. Dhe letrën që ja dërzon, paramendojni, Holaku që ja ka nis letrës, ka thonë në emrin e Zotit të qiellit, i cili na dha sundimin mbi tokën e tij, mbi tokën e Allahut, apo dhe na bëri zotrues mbi krijesat e tij. Do të thotë ne jena zotrues mbi gjithë krijesat. Ta dini se kina rastësisht ket. Prej kësaj në emrin e Zotit të qiellit, sikurse ki beson Zotit. Realitet si ka besue. Thot pastaj le ta dije Sejfuddin Kutuzi i cili është prej memalikëve. Prej memalikëve dhe me këta i ke kanë rob, i eshit pazar. Do të ta nënshmon në letër. Thot dhe ato princat dhe emirat, komandantat që i ke dhe Egjiptin dhe provincat e Egjiptit, ke që janë nën komandën tënde, ta kesh parasysh, do të thot që ti nuk shkon gjatë. Mlidhi gjithë këto dhe eja dhe dërzohu të ne. Do thot kështu. Ne jemi thot ushtria Allahut në tokë, pak letra gatë, është po dysa pjesë ma interesat, no? Thot ne jemi ushtria Allahut në tokë. Jemi krijuar nga zemrimi i tij, zemrimi i Allahut. Dhe jemi dërguar kundër tyre mbi ata të cilët i ka kap hidhrimi i tij. Demet Allahu ka idhnu me ju egjiptas, me ju muslimant, e neve na ka çu Allahu juve me ju vra, me ju preje, me ju masakrua. Ku do çfar dreçi, çfar kërcnimi, çfar letre. Thot për ju është shembull shumë vendi. A tham që gjysmën e botës e kanë pas muslimant. Afganistan, në Uzbekistan, Kërgëzistan, pastaj Gjorgjin, Ermenin, kreti kanë marrë tatarët. Thot ju keni mësim për qere, do të mbushni me mend, do të mos tentojni e ditë përpiqni të bëni ndaj lëvizje ndaj send. Se keni marrë mësim prej çka kemi bën shkatrimet e të tjerat. Thot ne thot ta dini, thot dërzonja çështjen më një herë tek ne, edhe mshelet tema. Thot ne nuk e mëshirojmë atë që qanë. Ne nuk e mëshirojmë atë që qanë. Ne nuk e dëgjojmë atë që ankohet. Thot juve ju mbetet të ikni e ne t'juzom juve. Paramdojni. Thot nuk keni shpëtim prej shpatave tona.
Kuajt tonë janë të shpejt që nuk ndalën. Shpatat tona janë thot si rrafeja. Shtizat tona shpërthejnë çdo send. Shigjetat tona arrin çdo kund. Zemrat tona janë sikur malet. Numri ushtarëve tonë sa gurët e rrorëve që ka në tokë. Neve në Afrika s'kush. Kështjellat, kalaja tuja dhe ushtarët nuk do t'ju sjellin dobi. Por këtë arsye, thot sa ma shpejt dërzoni, edhe lutje, duat e juja nuk dëgjohen. A kuptuat që këtë fundit? Kush ja mësoj holakos me i thonë që duat e juja, dhe në muslimanve, nuk dëgjohen. Thot Allahu s'ja dëgjon duat juve. Këto ka në i shejtan, në i melun, në i malkun që e ka mësu holakon që shme shkrujt. Do thot kur Allah si dëgjon duat e muslimanve? Kur të hanë haramin, kur të veshën me haram, kur të shqenë me haram, veshmbathjen haram, pkutja lidhjes farefisnore, makat, gjuna dhe ja fillona ja njehen. E dini pse? Thot se Allah është i dhru me ju. Ju e keni bë këtë gjuna, ju e keni bë këtë gjuna, ju keni bë shket, ju keni bë shket, ju keni bë shket. Para më do holakot tash u kallzon ders kujt? Saifuddin al-Qutuzit dhe argumentohet me një ajet të Kur'anit dhe thot فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Thot sot ju do të ndëshkohuni me një dënim poshtrues se ju jeni bon mendjemdhoj në tokë dhe keni bon gjuna Allahu subhanahu wa taala. Kush ja lexon këtë ajet? Ushtar delegacioni holakos, qafirat holako, po ja lexojnë kuj Saifuddin Qutuzit ajetet e Kuranit. Edhe thot, pa prit thot mbas, thot mos harroni, letra si t'ju vjen nuk keni vakt shumë. Mos mendoni shumë, mos bisedoni shumë. Vetëm shpejt dërzonja e Egjiptit dhe dërzohuni nëse doni ju të jeni mirë e shnosh e rahat. Para mendojni u vëllezër. Ma i keqi të kërcënohet. Saifuddin Qutuzi, kur e sheh letra dhe dëgjon dhe e sheh që letra përmban luftë, haptas qartë. Kërcënimi i luftës dhe lufta vetëm sa nuk ka plas sherrri. Saifuddin Qutuzi më njëherë i mledh princat, komandantat e luftës, i mledh ministrat, i mledh ulemat. A jeni të kuptuar vëllezër çdo fjalë për përmendën ulemat? A jeni të kuptuar? Do të pa hoxhallar, pa ulemat, kote keni. Sa ata janë që të kallzojnë halal haram. Ato din ku të ndalesh edhe ku të hecesh dhe ku ndalesh. Thot i mledh me njëherë dhe ju thot o burra, kjo mesazh, ki delegacion tregon dy sende, ose luftë ose dërzim pa kusht. Ose do t'ju dërzon ata tatarve pa asnjë kusht, ose të shpallmi luftë. Dhe fillon biseda mes këtyre njerëzive, edhe Saifuddin Qutuzit, komandantave, princave, hoxhallarëve, ulemonve, por shumica e princave edhe komandantave nuk e kanë pas aftësinë e të kuptuarit si Saifuddin Qutuzi. Do thot, e kanë dash dinin, janë kon trima, janë kon kalors, janë kon guximtar, por kuptimin se kanë pas. Njëtin kuptim që ka kuptu Saifuddin Qutuzi. Pse? Se me të vërtet, testi është i rëndë. Ja luft, ja jetë, ja i gjallë, ja i vdekët. Pastaj ato komandantët fillon thotë, çish do të bëjmë luftë me tatarët? 35 kilometri kina laf. Para mendo që e kanë bërë gjysën e botës e kanë marrë. Kena mbet ne, çish do të ballafaqohemi? A nuk kom sim për Ermenin, a nuk kom sim për Gjorgjin, a nuk kom sim për Afganistan, ato kreti kanë marrë. Dha Saifuddin Qutuzi dëgjon këtë mendimet e komandantave sant. Dha i shet që të këto ka një lloj frige pimrena. Edhe pse e trima. Para mendojni çfarë lajmi kanë shpërndajt tatarët, ka thonë kush thot që tatarët nuk humbin, mos i besojni. Do thot ato sa fitojnë. Do thot kjo ka pas Saifuddin Qutuzi që të komandantat, të princat është një lloj destabilizimi pimrenda. Frikë për mbrenda, trishtim dhe dobësi, dhe jo lakmia për në front. Saifuddin Qutuzi ka përdorur dy mënyra qish mi nxit princat, komandantat, ulemant, që me marë pjesë, ka thënë një shka burra. Se ka po që frikën zor që janë nxeris një prej zemrës, ka thonë e di një shka.
ju qish dojni vendosni, unë me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala vetë kam marrë pjesë në luftë. Me tatartë. S'ka me nejtë në palatët. Unë i parë jam që do të heqi këtë punë. Kush do të mbashkangjitet mu, në të mbashkangjitet. Kush nuk do të mbashkangjitet mu, në të rije. A unë e po. A Sejfuddin Kutuzi 3 muaj se ka marrë pushtetin. Hala se ka po lezetllëkin e karikës, truprojeve, knatësis, pozitës, fitimit. Nuk e ka po, hala nuk e ka shijue. Se njeri për 3 muaj nuk mundet të jetë se për para. A dhe Sejfuddin Kutuzi thot, unë vetë t'i kraj kësaj pune, pa problem. Ka dashmi u tregue se vepra është më e madhe sa 1000 fjalë. Praktika është më e mirë sa 1000 ligjërata. Ka dashmi u tregu që unë jam këtu prezant. Pastaj shumica e njerëzve ka kuptuar Sejfuddin Kutuzi që shumica e njerëzve janë që nga rendin që të fitojnë pare shumë, rrezik edhe të jetojnë gjatë. A shumica e shumicës nuk e din se trimnia nuk ta pakson e xhelin, as nuk ta pakson rrezikun. Friga as nuk ta zgatë e xhelin, as nuk ta shton rrezikin. A kuptuat? Sejfuddin Kutuzi ka kuptu këto. Ti ndash ketë tu cike, nuk qëtohet e xheli, mu mendoj se do jetë më gjatë. Pas mos mendoj se ka me të shtu rrezik. A më në trimnia më mendoj se ja zgan, do marrësh pjesë në front, edhe ty do të paksohet e xheli, edhe do të paksohet rrezik. A se kjo është dorën e Allahut. Këto janë sendet që i ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe fillon Sejfuddin Kutuzi dhe i nxit dhe fillon që u flasë njerëzive, gjithë komandantave, që t'ju tregon që unë s'jam si ato komandantat ma herët, që ju kanë fol poplit, ju kanë fol komandantave, kur ka ardhur fronti ja kanë qajt. Ne bagi ligjërata i në të fol me historia përsëritet. Ato kanë fol, kur e kanë po rrezikin, e kanë lënë xhamatin, e kanë lënë edhe kanë ikë vetë parët. E ki thot jo, unë jem prezent ati. Që ta kuptojnë që unë jam njeri që dua të ju edukoj me praktik, me shembull praktik. Unë i pari jam, edhe për një me i pari ka marrë pjesë. 2, Sejfuddin Kutuzi ka dashur t'ju tregoje se pse jetojmë neje. Ne jetojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Neve na ka pru Allah në këtë dunjon të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye thot ka dallim shumë ai njeri i cili merr pjesë në front, që më ia dhon shpirtin Allahut, edhe ai i cili merr pjesë në front, i cili kujdeset të jetojë më gjatë. Ka dallim shumë. Sejfuddin Kutuzi kur isha që ka një lloj frige të princat, të komandantat, dhe ju thot ayyuhal umara, o ju emira, o ju komandanta. A e dini që sa ko ju ushtarët, njësia speciale, komandantat, ministrat jeni të hangër prej mallit të muslimanve? Sa morën rrogë ato për shtetit? Tash 20 vjet i ke hangër, ke pi, ke vozit devën më të mirë, ke vesh petkat më të mirë, truprojet, tash ka ardhur koha mu ballafaqu me tatar. Ti do të rriqesh? Pa ato 20 vjet që ke hangër dhe ke pije, kuj qanti, prej kujt i ke hangër? Aso është e vërteta. E sot ka ardhur koha për mu ballafaqu me armikun, ju doni të rriqni ja? Thot unë drejtora drejt armikut. Rruga ime është kjo rrugë për me marrë pjesë front. Kush don të bëhet shok me mu, le të vjen. Wa man lam yakhtar dhalik, yarja ila bayti. Kush nuk e zgjedh këtë rrugë, ne të kthehet në shtëpinë e vet. A mund ta di se Allahu ju sheh. Çdoni boni ju. Ktheheni në shtëpitë juaja. Rrini me gratë juaja. A mund ta dini se Allahu e din. Shumë mirë di çka keni bënë. E në thot mos harroni se çka t'ju ndodhje grave të muslimanve, nderi muslimanve, çka të mirët na përkam është mbi qafat e juaja në ditën e Kiametit. Çka doni bëni? Pastaj ka filluar me çajt komandanta, jo motivu. Kam filluar dhe ka thonë ne jena mbas teje. Ama Sejfuddin Kutuzi e ka kuptuar se kjo është emocion. Edhe s'ka dash ti nxitje me zor të shtjen front ato që s'dojnë. Sa pejgamberi Allahut nuk i ka motivue munafikat që të marrën pjesë në front.
Zdo munafik I ka arë, kilimili, kam qatë, kam ketë, më dhem qajë, më dhem kjo e kam gronë smunte, kam qatë, të gjojnë, do kanë arsye, edhe tërhiqën. Si kimja pitlinit. Ha? Dhe Sejfuddin Kutuzi, donë, shkon shpitonde. S'prish punë. Së më duhesh ti, se ti do të më ngatrojsh komët mund pastaj atje, si të marrësh pjesë. Dhe fillojnë tonë të motivohen në vëllezër të ndershëm, edhe fillojnë të qajnë ketë, komandantat, njerëzit, ulemat, ati që ka janë kanë, dhe fillojnë thot, a dini shka burra, e ju umeral muslimin, o ju emira, o ju komandanta, nëse nes jemi për islamin sot, kush do t'jese? Ti ka ushtru 20 vjet, ke investu 20 vjet, 30 vjet, nëse ti sot, në këtë moment, tatar ti kina në kufi, ti nuk e në gjendje dalsh, kur do dalsh? Kur ke me mbrojt ti këtë din? Thot, kjo do t'jese sistemi jetës, besim, sistemi jetës tonë. Të kish pas si cili bindje në Sejfuddin Kutuzi që shto, asë një tokë e muslimanve nuk do të bike. Do të gjithë do të jeshin, a kupton, do të ishin në pozita që I kanë pas. Por lakmia ndaj dunjojës, ka ra gjysa e dunjojës që kanë pas musliman. Pastaj, kemi qef në çdo herë, dikush tjetër të vinte na shputon. A keni po, ka kon Salahuddin Ejubi, ka kon Sejfuddin Kutuzi, ka kon Khalid bin Walidi. Pse s'bosh ti Khalid bin Walid? Pse s'bosh ti Sejfuddin Kutuz? Pse s'bosh ti Salahuddin Ejub? Unë kam qef Salahuddin Ejubi dole për shpies kujshis, jo për shpies teme. Të strezikoje kujshia, jo une. Po s'ka qështu. Nuk mundet. Do të si cili duhet të fillon prej vetës së vetë të ndërton shoqërinë. E kështu Sejfuddin Kutuzi e ka pas vendimin më të rëndë që e ka marrë vëllezër. Së është vendimi I cili do të mirën ulemat, hoxhallarët, vendim që do të mirë kryetari I shtetit, vendim që merr populli. Do thot ti me marrë këtë vendim nuk është lehtë. Ti e merr vendimin si kryetar shteti, populli s'ngon. E merr ti popullit ngon, ulemat s'ngojnë. Problema është edhe pastaj bien këtë me një vendim që pa tjetër do të marrën pjesë gjithë dhe do të ballafaqohen me tatarët. Kështu që pranojnë këtë mirat, vendosin, çka vendosin? Vendosin që pa tjetër me tatarët të luftojnë. Amon këtë në emocionin, e ke po njerëz kur në emocionin fukin në pare edhe dalën, të lajbir pishmonit. A kupton? Dhe kur ju fol, atëherë Holako, ai ka çu 4 delegacion, apo? Sejfuddin Kutuzi konsultohet këtë në anën tjetër me këto një fkatat të katrit. Tap, të katrit ja pret kryen. I vret të katrit. Në sens, në shariat nuk vritën delegacioni. Ki I vret. Në ka hadith, delegacioni nuk vritet. Është një ijtihadi këtij ka kanë, gabime kanë, inshallah Allah e ka falë dhe ka mëshiru, I vret. A dini pse I ka vrar? Kush e di? Jalla. S'prish pun. Me ja e frigën tjetër? Hajde. I ka vra që thotë komandantave të vetë që I ka për edhe gjemë, s'kini ku shkojni, tash po s'ka pache. A këtar, ka marru kjo, beloja krisi, tash bof një hazër për front, që mos të tërhiqet as njoni. Se si qëkojnë gjallë, ato, atje, të shumë më s'ka dë një delegacion, dë një më versje, këtu do të vrasja, a ju kujtojt një gjëratat ma herët për tregtar që I kanë vrat tatarve, që I kanë cëllë një shtetë e ka marrë Gjengis Khani? Ty delegacionin për javret, a I për biznismenat ka njës luft, e tash delegacionin ti, do të prej kësaj, e para o shkon, I vret, do të tut katrit që mi tregu që unë jam këtu bos. Sejfuddin Kutuzi, një. Do të unë nuk tutna. 2. Kokat ka thonë lidhna një babë Zuejla, te dera Zuejlës, që ka prej kokat në ja ka varë më një lagje, më një vend, që kusht kalojnë prej muslimanve të I shohen. Pse? Se muslimanët këtë që në kanë trishtu të tatarve. Që mi u këthi vullnejet, more pas këmi kryetarin e shtetit asgëna, zutut ka këmi tatarve, edhe fillon, a këtan motivit e popli, Allah I ki, s'kona si atë tjertë. 4, do thot 4, këthet, do thot vullneti I poplit, edhe 5 ju hin friga tatarve, që ki s'kona si ato kryetar tjerë që ja qaj ka, me këtë do nga dole bela, problem, edhe tjetra është, s'ka
ka mendim më delegacione. Do thot paqe këtu nuk ka. Do thot harronja. Këta vetëm gjiks, shpat, tatar edhe musliman të Egjiptit. Edhe pse ka bo këtë që edhe nëse dojnë musliman, komandon që të bëhet një lloj paqe, tatarët s'pranojnë paqe. Se na kanë nënshmu, na i ke vra 4 delegacion. S'mundet kjo s'ndodh kur njëherë. Krizo, unë nuk hin dispozitën, khilafin, a lejot, as lejot për shkak kohës. Do thot që ta mbarojmë sonde për me këtë. Dhe kryesorja fillon ndërtimin, do thot i vret to dhe fillon lufta, fillon përgatitja e luftës, por tu përgatit vërren Saifuddin Kutuzi, mbanja mend se shumë e rëndësishme është kjo. Saifuddin Kutuzi has një problem. Çfarë problemi? Problemi ekonomik. Ushtrinë se ne përgatitin për luftë. 35 km tatarët. Dita ditës vezët e kallët situata. For shumë 35 km nuk është shumë. Dhe shep pasuri s'ka. Edhe i mledh njëjtë, ka po i mledh Saifuddin Kutuzi, komandantat, princat, ulemat të xhallart, edhe njerëz të mençët. U burra, pare s'ka. Çish po ja bëjmë? Saifuddin Kutuzi e ka dhënë një propozim. Izz bin Abdulselami ka thonë sultani ulemave. Izz bin Abdulselami ka konë ati i hunxhët mes hoxhallarëve. Thot ju vem tatim popullatës, që morna parë popullatës ta përgatit na ushtrinë. Edhe ka kërku fetfa prej ulemave, prej hoxhallarëve krejt. Dakord? Izz bin Abdulselami nuk ka pat arsyeshme. Çish me i vut tatim jashtë zakatit të njerëzve, ti mash mall. Kjo s'është hak, s'ta ka leju Allahu. Kryesorja, duke bisedue, edhe propozimi është koni Saifuddin Kutuzi nuk u kon për me ndërtu një kala, s'u kon për me ndërtu rrugën, s'u kon për me bo një qef, s'u kon për me botu një liber, s'u kon për me ndërsh një medrese, luft, o vlla, punë rrezikshme. Megjithatë, fetfaja nuk i bëhet kollaj. I thot Izz bin Abdulselami kështu, Allah e mëshiroft, fetfa në rrezikshme. Thot, nëse mirët një pjesë për pjesëve të tokëve të muslimanëve e kanë fars këtë musliman të shohën ta kthejnë atë tokë. Këtë musliman, kudo që janë. Thot, pastaj thot, nëse është çështja që nuk arrihet, atëherë lejohet me 2 kushte. Me i vënë tatim popullatës. Cili është kusht? Thot, është kushti i parë nëse Ministria e Financave ka mbet tingal, s'ka asnjë dinar. S'ka asnjë dinar. E dita, ju princat, ju komandantat, ju ministrat, çka i kini pronat e juve të shitni krejt. Nëse i shitni ju princat, komandantat, ministrat, pronat e juve përveç kalin, shpatën, shtizën, shigjetën t'i bani për front, atëherë du ju vem popullatës tatim. Kështu i thot kush? Izz bin Abdulselami. Thot, nëse i shitni ju, edhe harxhohet fondi i financës, pastaj ju i shitni këtë pronat që i kini, edhe pronat që i shitni, edhe krejt edhe plus nuk dalen, atëherë popullatës kine me i vue tatim. Edhe atë tatim vetëm me përgatit ushtrinë. A dini o vëllezër, kjo fetfa e rrezikshme ti para princit t'ja thush kjo është punë e madhe. Ti thush shitet i Mercedesin tant, atë pronat ka i kjena për ishluj, edhe kjo është sa e logjikshme. Kush je ti? A kupton? Saifuddin Kutuzi, ma interesat se Saifuddin Kutuzi ka thoni pari ishe sun për këtë pronat. Edhe krejt i kanë shit. Kur i kanë shit, pare kanë bet, e kanë përgatit ushtrinë, edhe popullatës nuk i kanë votatim. A kuptuat sa pare o kanë në dorën e këtinve? A morët vesht? Do thot sa pare ka pas në dorët e tyne? Ministrave, komandantave, princave, para mendojni. O ka përgatit këtë ushtria, o dhe ka hecë për pana me tatarë. Kjo do të thot që prej kësaj kanë shfrytzuar sa vjetë kanë konë pozitën. E dikush me halal, e dikush me haram, e dikush me përçindje, e dikush me rishfet, e dikush me zullum, e dikush me arsije, e dikush pa arsije, do të thotë pronat mdoja. E kështu Saifuddin Kutuzi ka dash t'i pastron e në durët e në zemrat. Do thotë mallin që e kanë prek, janë pastru 0-0,
edhe zemrat janë pastru për Allah subhanahu wa ta'ala, është pregadit, edhe ka filluar. Kur përgatitet popullin këtë gjendje, atër dije se Allah subhanahu wa ta'ala çka thot në Kur'an, in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse ju e ndihmoni dinin Allah, ju ndihmon juve dhe ja bën kamat të qëndrueshme. Pse se Allah këtë lloj të ushtrisë ndihmon. O pastru zemrën, pastru durët, o pastru njeti, çdo sen. Për këtë Allah të ndershëm, ajo ushtri e cila i frikët Allah dhe ka kujdesi mos t'i shkelin e normat e dinit Allah subhanahu wa taala, disa ajo ushtri ka me fitue. Saifuddin Qutuzi tash u krij edhe kjo problem. Problemin tjetër tash, ku do ballafaqona me tatar? Di presëm në Egjipt apo do dalna jashtë rrugës? Komandantët ka thonë jo, di presëm në Egjipt. Princat. Saifuddin Qutuzi ka thonë jo, ne do t'i shkojmë përpara. E si janë pajtue. Pse komandantat kanë dash brenda në Egjipt, Saifuddin Qutuzi jashtë me ju dala që në Palestinë, në Xhalut? Ha? Se shumicave si ja ka konë, valla me dalë me luftue. Ka thonë në dërim di i pritim, si të na sulmojmë, i sulmojmë. Si më amon, si që u shkojmë aqia që s'ka, mo, i ke i në shpi njerit. Ja i do të ngaj ati të ngajsh, njona prej të dijave, njona pa tjetër ka me ndohet prej dijave. A kuptuat sa i menjë të konë Saifuddin Qutuzi? A shkon shumë i zgjuat. Ato e kanë dash ta bindin, jo, ne do i pritmi këtu, do i morna gjendjen, do të ketë masat e sigurisë, nëse na sulmon holako, ne jena gjithë ka shumë, ka thonë Saifuddin Qutuzi jo. E para, tatarët e kanë sulmu Halepin, Damaskin, Homsin, Kret, Gazën, ato i kanë luftu vendet tona, vëllezërit tonë. Nëse ne nuk shkojmë, ne shkojmë ju ndihmue. Dytë, ka thënë nëse matematika e luftës bje. Nëse ne jena në Egjipt, bina, ku do hikim? Shpitonde, ku do shkojsh për të shpitonde? E thot, nëse ndodh ne që shkojna në Palestinë, edhe ndodh tërhiqje taktike, prapë kthena ku? Në vendin tonë. Edhe ato tutën thot se pelaj që çfarë kurthe kanë përgatit. Do thot njeri zgjuhet i mençur, ka ditë qish me për para. Edhe ka thonë, kur do të na shohën që ushtria ecën përpara, automatikisht do kena rezultat ushtarak, shpirtëror, politik, psiqik. Ka thonë qysh, ka thonë vesh kur do shohën që ushtria u nis për Egjiptit, do zonën e tatar do ju një frika, se kur kush që ka dalë kështu që bëjë xhum. Tatarëve, këto kanë zerë kanë bëjë xhum. Do thotë ato do fillojnë me mendu pse ndodhi kjo. Çka ndodhi? Këto s'kona sikur ato musliman tjerë. Këto kona këtë ndryshe. Do filloje panika. Edhe tjetra ka thonë, Saifuddin Qutuzi, ka thonë, ne duhet ta kena parasysh se këto kanë bo zullum dhe kanë bo padrejtësi. Kanë derë gjakun e këtë muslimanve. Edhe ti duhet me ju ndihmu muslimanve. Ne s'duhet me harru këtë. E ne duhet jena një prej atyre të cilët ne do dalmi në Xhalut, do t'ja afrojmë dy sende tatarve. Imma l-gjizja, imma l-islam. Ose pranojnë islamin, ose paguajnë gjizja. Allah, para më dëshëm 3 jetër, që shndrohen pozitat. E thot, nëse ato nuk e pranojnë islamin, atër i thojnë atër, gjizja, s'pranojnë gjizja, atër hajde bismillah. Para mendojni. Kja është njërës dhe menqët edhe që e duan xhenetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot për shkak se Allahu neve na ka urdhënuar që të urdhërojmë të mirë, të ndalemi nga e keqja. Ne i urdhërojmë këto ta pranojnë në islamin tatar, e dyta i ndalemi prej të keqës, Allah se po derdhin gjakun, po marrin pronat e huaja, po prekin derin e huaj. Ka thonë ne ndalna, ka tu dy parti jena ne fitimtar. Dhe kështu fillon Saifuddin Qutuzi të televizia. Edhe me këtë e zgjidhi këtë problem. Do thotë, kur nisna për Palestina, në Xhalut. Po një problem tjetër i del gjatë rrugës, që shme në gjallë poplin. Hajde në regull komandantat, tash ne këtu në 4 murna i na marë, poplin që shde bindish. Thotë, kollaj poplin. Saifuddin Qutuzi thotë, hetë sultani ulemave Izz bin Abdissalam, i mledh këtë hoxhallarët e mirë. Thotë, ju tash i kini hudbet, dersët, këtë popullatën, ta motivojni. Pom, vlerë, ajet, hadith, Khalid bin Walid, kat, popullata veç, tu pregadit me iman, Kur ka ardhë momenti, kanë gjithën ka dishmëria në konë.
Se Salahuddin Ejubi, kur i ka luftu në Hittin me krytzatat, kështu ja kalon minberat këtë ulemanëve të Ehlus Sunnetit. Se para Salahuddin Ejubit e kanë pas Fatimijint, e kanë pas pushtetin, Shijat. Edhe i kanë çbi ulemanët e Ehlus Sunnetit. Si kanë lënë një ders me mbajt, një hutbë me hip. E Salahuddin Ejubi ja ka dhënë hutbet, ja ka dhënë derset. Dhe mini herë të Sejfuddin Kutuzi këto, ne duhet pa tjetër hoxhallarët me aktivizu ulemat. Dhe ulemat derse, ajete, hadithe, vlera e shehid lëkut, vlera gjennetit, kushin gjennet, hurijat, pika gjakut, ulemat të fol. Edhe ty shku t'ju thonë, o ju tri, nuk o koha e lojës, o ju tri, nuk o koha e kanterit, në koha atër s'ka pas kanter, po dhe në ato kanë lujt, kanë pas një loje me kuaje, kështu, e du thot, o ju tri, koha e cër shpejt, o ju tri, për gjenjeti ju ma shtet, o ju tri, duhet sistemin e jetës ju e të regullojnë, o ju tri, tëri sa i kanë motivua vles të ndërshëm, dhe e kanë nxit popullatën që janë konë gjendje gadishmërie tash, edhe populata në rregull. Por një problem tjetër del në rrugë se Sejfuddin Kutuzi. Cëla i del o vëllezër të ndesh Akka. Akka është një qytet që ka konë e krishterëve vaktëndan. 166 vite. Ajo është në rrugë. Do thotë në rrugën ku shkon, mu taku me tatarët, këto janë këtu. Do thotë tatarët para, Akka krishterëmbarët, në realitet ushtria islame bjen ngërshan. Thotë qish m'ja bo me këto dreçnit tash. Fillon me ndonë Sejfuddin Kutuzi, thot edhe me këto do t'ja bëjmë një qare. Automatikisht, thot këto s'jën ma të knashës se tatartë, këto jën ma të rrezikshëm, krishterët. Pse? Thot se këto luftojnë për akide, për besim. Tatartë luftojnë për budallaki, pozit me marë, post me marë, me shkatru, me mlet pare, nuk e ka bindje, sa e mund me ra kjo. Amën ajo çka është e imanit, pi besimit, kjo është ma rrezikshme. Se e kje çdo herë. E thot të jenë ma të rrezikshëm, por është më rëndësi që ne të ulmi të bisedojmë me këto. Dha fillon mini herë t'i more negociatat Sejfuddin Kutuzi, që ta siguron shpinën. E dyta, pse ki don me bëhe kontrat me këto krishterët e Akës? Se thot çdo herë krishterët ju kanë nimu tatarve. Kush i ka motivu tatarët pi Mongoliet vinë ta marrën Bagdadin? Kujti kujtohet? 12.000 kilometra, thash që kanë shkue prej Anglije, prej Evrope, delegacion të Gjenkis Khani me motivu me marrë Bagdadin, janë ku krishterët. Do të çdo herë kanë bashkëpunuar të ndërmezeti, për me marrë khalifatin, për me marrë Bagdadin. Edhe këtë ka ditë shumë mirë, që çdo moment mundet më u bë koalicion. Qka? Tatartë edhe kush? Edhe krishterët ati qka janë, edhe bjen në gërshor ushtria e Sejfuddin Kutuzi. Sejfuddin Kutuzi kujtohet një gjanë, thët, o vlezër, o gjemot. Ne të njerë du të aktivizojmë me këtë runin që në ka dhënë Allahi, be. Jo vetëm për frizurë, për qefe. Dalet dhe kujtohen, thët, këto, tatartë e kanë lujt një loj shumë të keqe. Kër e kanë marrë Antakijen, Sirien, Halepin, që kanë bo? Popin, atë patrikin e madhë që e kanë pas, ortodoks, i Greqis, ja u kanë bo përgjith katolikave të Italis. A i di shka të thotet? Këtë ortodoks e nga shkuja kanë bo përgjith të katolikve. E këto hitë se kanë dosh katolikt. Amon friga të atarve kanë pranue. Tuta thoni runë vnesht. O dhe të është pizorit, aktivi hitë që ka kont. Edhe kjo ja ka kujtu e Sejfuddin Kutuzi. Këto që ja kanë bo, ja kanë druat parin vë kanë bo kënena. Këto do të s'ka sand për këtyne. Kujdesni, se këto prapë qështu ja bojnë. Edhe ka shfrytzuar këtë në moment. Dhe Sejfuddin Kutuzi e ka ditë që krishterët e Akës e urrejnë shumë islamin. Por në qatë periudhë janë kënë dopt. Në qatë periudhë janë kënë dopt, s'kanë pas fuqi. Por kalagji kanë pas, o shkon shumë probleme ja marë. So kon shumë e sigurume. Edhe Sejfuddin Kutuzi ka thënë, nëse shpalli luft me këto problema për 2-3 muaj me shliru. Më mirë është me mëra një marveshje, edhe me të vërtet ka bo marveshje të përkoshme. Teri sa të mbaron problemi me tatarët.
Pse të përkohshme vëllezër? Ha? A dini pse e ka bo marrëveshje të përkohshme Saifuddin Kutuzi? Vesh sa të mbaroj problemi me tatar. Se ka thonë tokën që jetojnë këto krishterë të kone muslimanve, nuk mujt bëjnë marrëveshje të përhershme kur ato kanë marrë pa drejtësi tokat e muslimanve. Edhe nuk të lejohet sheriatikisht që ti me bë marrëveshje me atë që ta ka vjedh tokën për gjithmonë. A kuptuat që sa precis u ka kujdes për çështjet e sheriatike të fejes? Se nesër do vdesmi dhe him varr, çka kena mi thonë Allah subhanahu wa taala. Edhe me këtë bien dakord një problem tjetër. Para se me dal, çka del hikin ku disa komandanta. Kur e shohën që Saifuddin Kutuzi nuk e ka pas vetëm si ato qerët fjalë. Ky po ka marrë rrugën për një me. Ata çka bojnë? Do hikin o vëllezër të ndershëm prej Egjiptit në Yemen, do hikin nga dishlin arabik, do dalën Marokën, Maghrib, hikin, edhe kur çon sabah komandantat janë. More çka ndodhi, bëhet një lloj panike. Por Saifuddin Kutuzi të trini rahat, qetësohuni, se vetëm hajr ka dash Allahu. Këto të risa kanë hik vetë, elhamdulillah. Se këto mushim me na bosh zhurmë në front kur të hinshim. Subhanallah. Edhe ja lexon ajetin e Kur'anit të Allahut të ndershëm në surat at-Tauba. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan. Walau. Thot, sikur se këto të dilshin me ju, nuk do t'ju bojshin juve vetëm se ngatrijes. Lene se problemi ngatrijes edhe frikë. Po, Allah subhanahu wa fikum sama'una lahum. Problemi është se ka pi xhamatit, pi muslimanët që i dëgjojnë ato. So problemi e që bën zhur, problemi se s'mund këtë tjetrin. Sa për njerëzve i kanë smun që shtu të fol, kele. Sa për njerëzve i kanë largu duke fol? Sa për njerëzve i kanë prish duke fol? Që kjo problemi ose ka kush e ngon. E për këtë arsye Allah subhanahu wa taala i ka përshkruar për munafikat që ato edhe me dalë në front me ju, edhe me marr pjesë me ju, do thotë nuk do të keni vetëm se ngatresa, probleme, telashe pi vet atyre mrena. E kështu që ka mbet ushtria Allahut të ndershëm e pastër prej munafikave, edhe kon ushtri e pastër dhe fillon Allahut të ndershëm ushtria që do thotë një, ushtri e madhe, numri i madh, 2 e pastër me një jetë të pastër, 3 e kanë ditë që 100% do të takohen me tatarët, edhe e kanë ditë e 4 që këtu ose fitore ose në xhenetin e Allahut me hije. E ka, do thotë kone qartë, do thotë misioni i ushtrisë të Saifuddin Kutuzit. E mirë, si e kaloi Seinan Saifuddin Kutuzi për me mbrit të tatarët? Ato nuk patën vëzhgim, a nuk patën njësi speciale tatarët? A kupton? Pastaj, si mbet rezultati i Ain el-Jalutit, cila ishte edhe strategjia e Saifuddin Kutuzit, edhe si u përgjigjen tatarët mbas ndodhisë që ndodhi, inshallah se të jemi gjallë javën e ardhshme, bi idhnillahi taala. Historia nuk o për me fjet, fëmijët me ishtin gjumë. Është për çka? Me izgju burrat pi gjumit. Kështu që historia përsëritet. Allah ju ruajt.